po burat I dojnë gratë, ashtu po gratë kanë qefë, ashtu. Po prapi pëlqen që ato I binë në sy, që ato që janë më të majtë. Kam prej vajzave që kanë qenë me vitet tonë, edhe kanë ha biznesin e vetë, kanë funksionu shumë mirë, sepse në majtë trajnime edhe për vetulla, dhe janë shumë sukseshme në vendet të ndryshme të Evropës. Zvicër, në Gjermani, në vendet të ndryshme, dhe kanë shumë sukses. Zemra mal. Është diçka që çdo femën, çdo vajzë, çdo gru kam qef me pas suksesshme, të arritshme, për veten e vet mas pari, dhe normal që dhe shoqënisë na duhet. Sigurisht. E ndjen konkurencën, e ke ndjen kur dikush e ka marrë një nismë të këtillë të një biznesit të ngjashëm me të? Diqysh Greso, në konkurencën e shoh poshtë, bashkëpunimin e shoh në maje. Kështu që nuk e shoh konkurencën. Ata që janë konkurencë janë poshtë, ata që bashkëpunojnë janë në altë. Kështu që nuk e shoh diçka konkurencë. Fjoll, a ka qenë gjithmonë teknika më e vështirë make-up, no make-up? Po zana sjellta, se nuk ju di nëse po I referoa mirë. Po, për me qenë I thjesht nuk është e thjesht. Po. Domethënë, edhe grimi natyral është shumë vështirë për mu bë. Mas vështirë është me bë tepër natyral, që e pa dukshme, grimi pa dukshëm, se sa grim që doket, që është I shprehur, sepse ti e tu kriju art me ngjyra, bën bëlushmëri në vendet ku nuk të pëlqen ose ki defekte, mirë po me bë diskret, nuk është e lehtë. A ka kërkesa të këtilla, Fjolla? Po rriten? Po, apo jemi ende në atë pjesën e ekstravagoncës teme që e kërkojmë një grim I cili duket, na tjetërsën, na zbukuron dukshëm më shumë? Po, patjetër, çtash në vitin 2025 në trend është gos, domethënë grimi I padukshëm. Pra, gjithmonë në hap me trendin, kështu ka me qenë kërkesa? Po. Unë edhe kam qef me shku në hapat e trendit, ose çado që dale e re në treg, mirë po tash për tash është shumë I zbet grimi, është modë, është ma në trend që mos më vrejt shumë, qërpekt ma pak të kësum, do më thonë ma shkëlqim, me qenë teni ma I shkëlqyshëm. Dëgjojmë shpesh herë që realisht burrat I duan gratë të cilat janë natyrale. Sa është e vërtet, prej perspektivës tonë dhe gjithashtu? Po burrat I dojnë gratë, ashtu po gratë kanë qefë, ashtu. Më varët. A janë sinqert burrat me këtë kërkesë? S'po di qa me sepse shumë shpesh I dëgjojmë ndoshta që I kërkojnë natyralin, por kur e shohin të bukurën, kur e shohin... Po prapi pëlqen që ato I binë në sy, që ato që janë më të majtë. Natyrale është gjithmonë e pranueshme. Dhe nuk del kur prej modës. Po tash na jemi femra bre, është diçka që e kalon Zoti për me majtë pak vetën, edhe është edukat, është kulturë, pse jo. Për që ata dallohet femra dhe mashkull, edhe pse tash po kemi edhe gjini mashkullore që përmojnë kogja shumë vetën, nuk ka met me kapi veç të femrat, edhe ka që shumë e ma mirë se femrat e bëjnë, besa, po, kemi artista shumë të mirë, më pëlqenj shumë edhe kur I shoh. Ka pas dikush interesim, dikush I gjinis mashkullore me ardhë, me mësum ka duart e Fjollës? Kom pas të vetullat, do më thonë me punimin e vetullave. Pro të vetullat kanë pas interesim, mësojnë se si di bëjnë? Po, ka pas edhe ka interesim.